Të nderuar miq, do të flasim për atë që po ndodh në botë, situatën gjeopolitike, e forumin e Davosit, të gjitha sytë dhe veshët kanë qenë sot atje nga fjalimi i Donald Trump, por jo vetëm nga Washingtoni dhe Davosi, por edhe në Vlorë, ku ditën e sotme ka qenë e pranishme vajza e presidentit Trump, Ivanka, me një grup arkitektësh, gati 50 arkitektë sipas mediave, ku ka zhvilluar edhe një darkë me kryeministrin Edi Rama për planet në jugun e Shqipërisë, në Vlorë, Sazan, Zvërnes, duke sikur jemi në qendër të vëmendjes pra të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoshta kjo mund të shërbejë edhe që Shtetet e Bashkuara të mos largojnë vëmendjen nga Ballkani, të paktën nga shqiptarët. Për të analizuar atë që po ndodh në gjithë situatën, edhe si na prek ne, do të zhvillojmë një bisedë me gazetarin Tedi Mene në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesë e ACTV, por edhe student në biznes ndërkombëtar në Mosgavoj. Tedi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndet shumë, të falenderoj për ftesën edhe gjithmonë gati për të përcjellur informacionin i cili gjeopolitikisht ndikon atë dhe në kombin tonë. Faleminderit Tedi. Por ta nisim nga këtu, duket sikur kryeqendër sot e gjitha mediave në Tiranë, sikur gjeopolitika po zhvillohej në Vlorë. Tokë amerikane Sazani. Shiko, unë para se të hyj në detaje, mendoj se populli ynë nuk duhet t'i gjykojë gjërat pra masa në përgjithësi, nuk u flas për median. Nuk do t'i gjykojë gjërat vetëm mirë apo keq, sepse mirë apo keq është çështje e disa profesionistëve të caktuar të cilët merren me gjeostrategjinë. Ajo që duhet të gjykojë populli është se sa vendimarrje ka populli në vendimet gjeopolitike të Shqipërisë. Pra ne në Shqipëri specifikisht na mungon një ligj për referendumet. Nëse Shqipëria do të përballeshë në të ardhmen me një vendim shumë të rëndësishëm, populli nuk do të kishte vendimarrje në këtë gjë. Dhe sigurisht populli është ai që kërkon të drejtën e fjalës më tepër se sa bën dhe analizën gjeostrategjike të situatës. Sigurisht që Amerika i ka syt nga Shqipëria, por un kam një paqartësi shumë të madhe që në një farë mënyrë po i përgjigjem kësaj pyetje edhe me një pyetje tjetër, që si ka mundësi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të shohin një mundësi bashkëpunimi në kontekstin që qeveria shqiptare ka ndërtuar në Shqipëri. Se dua ta them këtë? Ballkani, sepse kur flasim për interesat amerikanë në Shqipëri janë interesat amerikanë në rajon, pra flasim për gjithë Ballkanin. Dhe Ballkani është një përleshje mes interesave amerikane, interesave ruse dhe kineze. Dhe këto rrymë të cilat përplasen me nga tjetrën, sigurisht toka dhe bazat amerikane të influencës amerikane janë Shqipëria, Kosova, Rusia ka më tepër influencë në Serbi dhe vende të tjera. Tani si mundet që kur kjo qeveria jona po e shpopullon Shqipërinë masivisht, që në fjalë të tjera po shpopullon një popull pro-amerikan. Dhe ky popull kur shpopullohet, mbushet me popull neutral. E zëm vjen nga një vend nga Bangladeshi, vjen nga Afrika. Jo me racizëm, jo me diskriminim, por vjen vende neutrale. Vende neutrale të cilat e hapin garën sërish. Dhe ato popull mund të kalojnë nga krau rus, mund të kalojnë nga krau kinez, mund të kalojnë nga krau amerikan, nuk i dihet. Pra gara hapet. Në këtë mënyrë që Amerika të ruaj stabilitetin e Ballkanit, si një fuqi baruti që është, sepse sigurisht çdo ndërhyrje, qoftë në Sazan, qoftë në çdo tokë të Shqipërisë, çdo interes është për të ruajtur stabilitetin e Ballkanit. Dhe për mendimin tim, stabiliteti i Ballkanit në radhë të parë ruhet duke e mbajtur popullin shqiptar aty ku është. Nuk flas vetëm për Shqipërinë, por për çdo trev, sepse është një popull pro-amerikan. Dhe një popull pro-amerikan, nga krau tjetër, duhet kërkojë edhe të drejtën e vendimit dhe të drejtën e demokracisë për vendimet kryesore që Shqipëria mos përfshihet në pazare, por të përfshihet në zgjedhje konstruktive të vendimarrjes së popullit, sepse është realisht një popull që duhet kemi besim për sa i përket vendimit pro-amerikan për të nderur në kraun e dur. Çështja e Sazanit pastaj është çështje më specifike që detajet sa vine ndryshojnë dhe nuk janë aq të qarta. Padyshim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sot perandoria në fuqi dhe ne i detyrohemi për të mirën tonë fund ditës që t'i plotësojmë edhe disa dëshira perandorisë në fuqi pa shkelur vijat tona të kuqe të një shteti të pavarur që në fund të ditës sërish është prapë vendim i njerëzve dhe jo i kryeministrit, qeverisë, ministrave apo pushtetarëve. Detyrohemi t'i japim ishullin e vetëm që kemi. Domethënë kjo i vetmi që është, okay, por edhe për këtë duket sikur dakord janë gjitha palët se në Shqipëri po the Amerika i ke thënë gjitha, edhe opozita që ka kundërshti të madhe me qeverinë, kur vjen puna te kjo çështje e justifikon me idenë që janë investime amerikane, okay, dakord, pavarësisht nga vin lekët, nga lindja, nga arabët, etj.
absolutisht që pra është e vështirë që në Shqipëri të dalë një forcë dhe të ngrihet kundër Amerikës. Por edhe unë po mbaj një qëndrim as kundër Amerikës as pro Amerikës. Unë po them pse kjo gjë duhet vendosur nga pushteti, pse kjo gjë duhet vendosur nga pazaret. Le ta vendosi populli, le të kryhet një referendum, le të kryhet çdo lloj mënyre demokratike, sepse në fund ditës po flasim për çështje që prekin sazanisht tokë shqiptare. Dhe geostrategjikisht ne po fusim influenca në një tokë shqiptare. Dhe kjo është një çështje madhore, dhe është një çështje që nuk ndrohet më të nesërmen. Pra nëse ikën Rama, vjen dikush tjetër, nuk do të ndrohet dot më. Dhe kjo është një çështje që do të zgjasë për një kohë të gjatë, dhe prandaj unë thras për vendimarrje popullore, thras për ligjin ndaj referendumeve, thras për demokraci, për të konsultuar populli, dhe në fund ditës unë e di që populli është pro-amerikan, unë e di që populli mund të thotë jepjani, mund të thotë mos ja jepni, nuk ka rëndësi. Por rëndësi ka ta vendosin njerëzit, të merret opinioni publik. Nëse Amerika do të bëj pazare me individ të caktuar, cilët janë në pushtet sot, pa marrë opinionin publik, do të jetë edhe në dëmin e investimeve të cilat ajo pretendon apo rrymave që ajo pretendon të fusin nëpërmjet Sazanit, sepse do të ndodhi një destabilizim që ditën e parë që pushteti do të rrëzohet. Prandaj them, është njëjta gjë që ndodh në Amerikë me marrëdhëniet me vendet e tjera të botës. Pra, deri dje ishte Bideni, sot vjen Trumpi dhe thotë çka ka ndodhur deri më dje nuk ka rëndësi. Sot jam unë. Dhe nisin shumë gjëra nga e para. Njëjta gjë ndodhi dhe me Shqipërinë, nëse qeveria do të ndrohet, herat avon qeveria do të ndrohet. Dhe prandaj them që vendimarrja duhet të jetë e popullit, sepse vendimarrja popullore krijon stabilitet. Dhe Amerikës i duhet stabiliteti i Ballkanit sepse rrezon me shumë rrezik për destabilizim. I jep avantazh benefite Ramës, qoftë edhe ky takim me vajzën e presidentit. Në Shqipëri opozita ka akuzat shumëta. Madje shkuan deri aty sa menduan që do vinë ta marrin forcat Delta me helikopter në Sorel, ndërkohë që ai darkon sonte me Ivanka Trump. Pra duket sikur jashtë në formë, pa futur në përmbajtje, jep një po se ndodhi një problem i vogël. A jep avantazh kjo Ramës? Tani e para unë çka kam parë nga Edi Rama së fundmi për marrëdhëniet me Amerikën. E para pas që Edi Rama nxori në faqet e veta personale atë letrën e dërguar nga Trumpi, dhe mënyra se si u promovua nga Rama ishte sikur Trumpi kishte kërkuar specifikisht Ramën, dhe mënyra se ai nxori sikur Trumpi kishte thënë po nuk erdhe ti vëlla nuk bëhet paqja në Gaza. Duhet vish ti sepse ndryshe nuk bëhemi dot ndryshe, dhe pash edhe ca meme, ca shaka që thonin që kishte 1% për shembull ka fuskot 60.01% thoshte, grupi fort, për të cilave 60 i ka Amerika dhe 0.1% i ka Shqipëria. Dhe kjo përbën grupin. Shiko, Edi Rama do t'i përdori këtë çështje strategjikisht për të thënë që unë po kam marrëdhënie të mira me Amerikën. Tani që ai të ketë marrëdhënie të mira me Amerikën afatgjat, kjo është praktikisht e pamundur sepse ai është duke shpopulluar siç thash një popull pro-amerikan. Pra ai po e dëmton interesin amerikan në Ballkan, sepse prej politikave që janë bërë, cilat janë fakte, nuk është vendim, nuk janë çështje të qëndrimit politik. Janë fakte të shpopullimit masiv që Shqipëria ka dhe nuk po ndalon dot. Vazhdojnë largohen sa vjen e më shumë shqiptar, boshatisin Shqipërinë dhe Trevat, mos harrojmë arsyeja pse fus Trevat, se mund të thotë dikush lidhe ka Edi Rama me Trevat. Nëse Shqipëria do mbronte të drejtat e shqiptarëve në këto Treva, shqiptarët kishin tendencë të qëndronin më shumë. Nëse Shqipëria do të interesoheshe geostrategjikisht në rajon për të kryer biznes me këto zona dhe bisedat shqiptare në Treva, shqiptarët do të qëndronin. Nëse Shqipëria nuk i bën këto, për arsye se nuk është detyrim në kushtetut, është neni 8.3 në mos gaboj, Shqipëria nuk e kryen këto, mund të justifikohet mbase nuk kemi para për të marrë me këtë me atë, sepse parat abuzohen, mund mos kenë para, por në fund ditës ato para duhet ishin dhe nuk janë sepse abuzohen. Pra aktiviteti që po kryen qeveria jonë, që mos zgjatëm dhe mos dal nga tema, është kundër interesave amerikanë. Unë e shoh të pamundur që ai të shesi dot masivisht pëlqyeshmërinë që Amerika ka për Shqipërinë. Përjashtim bëjnë për ta mbyllur rastet ku Shqipëria shet ose jep Amerikës diçka shumë të madhe, të tipit të mbaj një grup emigrantësh, ose pra kur Shqipëria bën pazare me tokat, me gjëra shumë të mëdha, mbase aty pastaj Amerika mund të thotë ok, mund të kemi një marrëveshje. Por mos harrojmë që ajo është një gjë që nuk mund ta bëjë thjesht kryeministri, sepse kryeministri, domethënë, ka pushtetin ekzekutiv, nuk janë tokat e babës.
Më kupton, nuk se ja ka lënë babai tokat, ja ka lënë babai vendin edhe ai tani me tokat e babës bën çfarë do ai. Pa në fund të ditës ai nuk mund ta shesë dot në atë lloj niveli të pazarit, sepse ajo është pasaj është krejtësisht kundër demokracisë dhe është kundër pavarësisë që populli shqiptar ka në tokën e vet. Pa e lidhur me Amerikën çështjen. Sigurisht Amerika është aleati ynë kryesor. Ishte shumë e gabuar dhe retorika që u përdor për Kinën, pra nuk është një loj Kina na shikon ne si pikë mjalti. Këto retorikat nuk janë të Shqipërisë këto. Këto mund t'i bëj Franca, këto mund t'i bëj Gjermania, po nuk mund t'i bëj këto lojra Shqipëria, sepse Shqipëria së bashku me Kosovën ka një ekzistencë paqësore sot kryesisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë të hapura për negociatë dhe për të shtrirë interesat e tyre. Kaq. Ama pazaret e mëtejshme unë i shoh vetëm si strategji të brendshme të pushtetit shqiptar për të mbajtur karriget dhe për të formuar një farë propagande. Unë e bëra këtë arritje, ne më votoni sërish mua, sepse unë po e mbaj stabilitetin. Këto janë afat shkurtër. Dhe nuk janë shembuj që po, më thuaj. Në këtë vit ne kemi pas vitën e parë të mandatit të dytë, kemi pasur disa vendime të administratës Trump që kanë ndikuar në Shqipëri. E fundit ishte ajo për vizat, por kishim edhe ftesën për bordin që ju e theksuat pak më lart. Tani, absolutisht. Nga ande ju si na shikoni këtej se nga Tirana ne mendojmë që jemi në qendër. Trumpi zgjohet edhe ngryset me ne, por nga atje këtu. Edhe komuniteti shqiptar ku ka më shumë tek pika që ju thatë më lart tek problemet e Shqipëri. Kemi një zë të fuqishëm atje për të ndërgjegjësuar administratën? Atëherë, për sa i përket sa në qendër të vëmendjes jemi, unë thash jemi në qendër të vëmendjes për sa i përket interesit amerikan rajonal në Ballkan. Pra është një kasa përcaktime. Ndërsa kur ne pyesim a jemi në qendër të vëmendjes, sigurisht jo. Nuk jemi në qendër të vëmendjes të Amerikës. Por jemi në qendër të vëmendjes për sa i përket çështjeve rajonale të Ballkanit. Pra në atë rajon, po, mund të jemi nga shtetet më të rëndësishme që i duhemi Amerikës. Në atë zonë vetëm ama. Po nuk jemi aq të bujshëm, sigurisht lajmet që dëgjojmë ne atje në Tiranë, dhe lajmet që dëgjojmë ne si diasporë këtu janë krejtësisht ndryshe. Këtu nuk e dëgjon Shqipëri, fare. Atje e dëgjon sigurisht sepse jemi në Shqipëri. Tani, a kemi ne një zë këtu në diasporë dhe si e shikojmë ne? Zëri i diasporës është pak i fjetur, por arsye se ka kaluar një kohë relativisht e gjatë e cila ajo ka qenë pa vendimarrje në atë dhe. Dhe duke qenë pa vendimarrje në atë dhe, ajo është shkëputur nga atë dheu dhe sot nuk mund të vit direkt, për sapo u aktivizua vota e diasporës, pritet reagimi i diasporës. Jo, se diaspora nuk po e priste votën. Diaspora ishte shkëputur dhe po vazhdon punën e saj. Aq më tepër edhe realiteti multikrahinor, pra kemi në diasporë ekziston koncepti i Shqipërisë madhe. Kemi shqiptar, pra miqtë e mi janë të Kosovës, të Majësisë, të Çamërisë, të Iliridës, të Sanxhakut, janë të trojave të ndryshme. Dhe muhabetet dhe realiteti ynë, edhe ai word of mouth që ekziston mes shqiptarëve, është më tepër në një nivel më kombëtar sa niveli i AD-ut Shqipëria. Por ajo që shqiptarët duhet kuptojnë është që Shqipëria është kryeqendra e shqiptarizmit në botë. Dhe nëse nuk është mirë Shqipëria, nuk do të jenë mira strevat. E me këtë pretekst ne duhet të ngrihemi dhe të reagojmë duke formuar një lob shqiptar. Ne si shqiptar nuk kemi lob shqiptar stabil. Ne kemi lob kur na ndodh një kërcënim i madh. Nëse sot do të plasë lufta me Serbinë, ne do të angazhohemi të formojmë një lob shqiptar. Ama nuk është aktiv. Pra, ju po thoni që çdo krahin ka formuar nga një shoqat, edhe vështirë që të bëhen gjitha bashkë. Pak a shumë, po, por edhe sikur këto shoqata të paktën të punonin, se nuk është qëllimi të bëhen bashkë në një federat. Nuk duam të cënojmë privatësitë edhe pavarësitë secilës zonë, sepse ka dhe pushtetin lokal secila zonë. Qëllimi është të formohet një diplomaci e cila ka vizionin për të ndihmuar statusin tonë si shqiptar, si komunitet dhe të AD-ut atje ku është. Pra nuk është një bashkëpunim bamirësish, se mund të bëjmë ca event, nisim ca para, ose mund dalim në ca media, mund denoncojmë një 2-3 gjëra si analist pavarur, pra kjo që ndodh, pa kjo që nuk është konstruktive. Ajo që është konstruktive është që ne, siç është shembulli i OKB-s për Bashkimin e Shteteve, OKB-ja nuk funksionon, po teoria e OKB-s, ashtu do të ishte edhe një OKB shqiptare për shembull në Amerikë, ku të bashkohonte shqiptarët dhe shoqatat e ndryshme, institucionet fetare, mediat, fondacionet janë grupe të ndryshme, lëvizjet, nismat shqiptare të krajinave të ndryshme dhe të shteteve të ndryshme brenda Amerikës.
konkretisht për Amerikën. Kjo gjë mund ndodhi në vendet ku ka diasporë të konsiderueshme si janë Shtetet e Bashkuara. Nëse kjo do të ndodhe, atëherë po, do të ekzistonte edhe sinjale diplomatike që mërgata do të çonte në atë. Kur ne na vjen Edi Rama këtu, po e marr shembullin thjesht fare. Ne e takojmë tek e tek. Ne çfarë do i them unë Ramës si individ? Çfarë do i them unë Ramës? I them ke bërë keq. Mirë thaj, kam bërë keq. Edhe mbyllet muhabeti. Se unë nuk kam status negocimi. Një shoqat nuk ka status negocimi me kryeministrin e Shqipërisë. Ama nëse ne kryejmë një summit dhe ulemi të gjithë bashkë dhe e presim kryeministrin në summit dhe i themi zotëri i dashur, ke thënë një 2-3 premtime, nuk e mbajtur këtë dhe këtë. Kjo është ndryshe. Dhe këtu ne hym në negociat, qoftë si biznese shqiptare që mund të bëjmë bashkëpunime me Shqipërinë, qoftë si media, qoftë si burime intelektuale dhe financiare. Ama ne duke qëndruar si individ dhe tek e tek, atëherë jemi shumë të vogël se sa pushteti i Shqipërisë. Pavarësisht se potenciali ynë është më i madh. Duhet luftë kundër përçarjes. Nuk është selektive, është luftë. Lufta nuk është selektive. Në luftë nuk zgjidhen burrat e mirë, veç edhe burrat e këqij veç. Në luftë bëhemi të gjithë bashkë për një kaos dhe për një atë. Dhe duhet ta kuptojmë që kjo nuk është për egot tona personale, por është në kurrizin e brezave që vinë në të ardhmen, është në kurrizin e faktit që mund mos ta kemi më një atë. Për 20 vjet, për 30 vjet, sa shqiptarë do kenë mbetur, sa tuaj do jenë, nuk do jetë më toka jonë. Burimet natyrore dhe minerare që shpërdorohen dhe abuzohen nuk kthehen më mbrapsht. Koha jonë nuk kthehet më mbrapsht. Pra koha që ne po harxojmë duke denoncuar, duke u përpjekur, nuk ka për të kthyer më kurrë. Parat mbas e kthehen. Koha nuk do të kthehet kurrë. Dhe hajde të përpiqemi që kjo gjë mos ndodhi dhe me brezat në vijim. Ky është bashkimi që shqiptarët duhet të bëjnë. Diaspora, për të përgjigjer pyetjes dhe për ta përfunduar, jo, nuk e kemi një zë sa për t'u çuar administratës shqiptare e jo më jo diçka këtu në Amerikë me përçarjen që ekziston. A ka potencial? Në mënyrë absolute ka potencial për të ndruar gjërat madje në një kohë të frikshme për pushtetin atje. Brenda javës, po të donte. Po halli është deri tani nuk do, jo për arsye të fjeturisë vetëm, po është edhe një proces gradual. Zgjedhjet e tjera të mërgatës do ketë angazhim shumë të lartë. Pra kërkon kohë kjo punë. Kërkon dhe punë. Teddy, kam edhe diçka të fundit tani për në aspektin më të gjerë, analizat e fundit, informacionet nga mediat, nga ekspertët, analistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diplomatët, ata që kanë qenë dhe që janë tashmë në funksion në detyrë. Çfarë po ndodh, çfarë duhet presim? Trumpi qetësoi pak Europën sot kur tha që nuk do të ketë ushtri për të marrë Groenlandën. Pra duke qëndruar tek negocimi në tavolinë, pra jo në terren. Po në tërësi çfarë do presim? Shiko, nëse kjo do të eskaloj, pra konflikti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa shteteve të Europës, për çfarë lloj kauze, kjo rrezikon në krah tjetër në interes të Rusisë, rrezikon një përçarje mes Europës, sepse do të kemi vendet europiane pro-europiane dhe vendet europiane pro-amerikane. Nëse kjo përçarje do të ndodh, do vende europiane që nuk do të kalojnë me Amerikën, herët avon do të kalojnë nga krahu ruso-kinez, sepse nuk kanë fuqinë për ta përballuar të vetme. Nëse Trump do të eskalonte këtë konflikt, kjo do ishte e tmerrshme për fuqinë që Europa ka. Por nuk e besoj se kjo do të ndodh për arsye se nuk është në interesin amerikan për ta eskaluar këtë gjë. Sepse ashtu siç kjo gjë do të eskalojë dhe Amerika mbase mund të zgjerojë pushtetin e saj nga këto vende europiane të cilat do t'i binden, krahu tjetër do të humbas nga vendet të cilat do të kalojnë nga krahu tjetër. Europa është në fund të ditës është një trup pak i bezdisshëm mes ruso-kinezëve dhe Amerikës, të cilin ta do të kishin shumë rahat sigur ta ndanin në pjesët e tyre, sepse Europa qëndron si një grup pak i pavarur, është pak më i vështirë për të bindur sepse ka shumë shtete, ka shumë kultura, ka shumë ide. Pra, pavarësisht se ekzistojnë grupet, Franca thot jo, Gjermania thot po, Italia thot ndoshta, më kupton, pra është pak e decentralizuar. Dhe ky decentralizim prish stabilitetin që kanë ndërtuar perandorit. Dhe kjo është arsyeja vetme pse konflikti ekziston. Por unë nuk pres, tani kjo është, ne nuk e dim çfarë do të ndodh. Unë nuk isha në Trumpin, por unë nuk pres si Trumpi të destabilizojë Europën, se do të ishte një gabim i tmerrshëm në krye për Amerikën, edhe do të fuqizonte shumë Rusinë. Rusia, besoj, Putini e ka parë me shumë dëshirë, ka qenë duke ngrënë kokoshka dhe ka parë konfliktin që ndodh, thotë sa bukur që zihen këta, se janë të dy kundër këtij. Ne duhet të jemi racional. Por nëse diçka do të ndodh, Shqipëria do të jetë në krahun amerikan me ç'kemi parë.
gjithmonë është e para për të reaguar. Pam edhe reagimin e presidentit kur ndodhi sulmi ndaj Iranit. Pra nga vendet e para që u çuan. Por deri Pavarësisht se tani, deri përpara se të vinte letra e Po. Trumpit, Rama thoshte që integrimi evropian, bashkimin evropian, pra kemi pasur një ftoje në raport me SBA-n, kurse ju thoni që tani mund ta kthejë thot mes dy zgjedhjeve perëndimi, Amerika, jo perëndimi Bashkimi Evropian. Unë besoj se Bashkimi Evropian ka qenë më tepër sepse lind pyetja për çfarë integrimi në BE po flasim? Po flasim për integrim origjinal, pra natyral apo artificial. Integrimi i Shqipërisë, nëse do të ndodh, do të jetë artificial. Pa nuk se Shqipëria do t'i përmbushë vërtet të standarde në vitin që na ka premtuar ne kryeministri. Është pamundur. Pra do jemi si në NATO, do futemi se duhet futur kaq. Do të futur dhe ajo bëhet me anë të lobimeve të ndryshme. Sigurisht po futet artificialisht nëpërmjet këtyre lobimeve nga dera pasme, ka edhe ca pazare që ndodhin në fundit ose po ta bën dikush një nder do i bësh një nder pas. Kjo është parim pak por i sigurt. Dhe ky lobim artificial, për mendimin tim, nuk është çështje e përfshirjes së Shqipërisë në BE realisht. Është guri i fundit i qeverisë shqiptare për të shpërtuar reputacionin e saj dhe për të thënë një ditë të bukur. Pra është ai guri i fundit i shahut, ka mbetur vetëm me një gur, dhe se do të ndodhi, do të thoshte një ditë bukur, shiko, e futëm Shqipërinë në BE, hajde le të shohim përpara, leje çfarë ka ndodhur. Duke fshirë krejt vjedhjet, abuzimet, apo çdo lloj gjëre, sepse në fund ditës ai justifikohet duke thënë, a doni të bëhen? Po ja, ju a dhash bëhen. Por nuk është më tepër pozicionimi gjeopolitik i Shqipërisë BE-ja, sa është më tepër propaganda e brendshme që ushqehet. Geopolitikisht, besoj se kemi të pamundur qoftë ne qoftë Kosova për të dalë sadopak kundër amerikanëve, sepse loja që bëhet në Ballkan është lojë shumë e rrezikshme. Të kujtoj që ne nuk kemi ushtri sot, ushtria është shumë e vogël. Nëse plas një luftë, do pa kohë që trupat e NATO-s të vinë në Shqipëri. Praktikisht më shpejt do na pushon Serbia, nëse do vinë. Nëse do të niseshin, praktikisht më shpejt na pushton Serbia dhe kur vin NATO do ta gjejnë Serbinë që ka mbaruar punë. Po Serbia çfarë ju këtu. Pra dhe vetmja gjë që ne mund mbrojmë janë këto baza të cilat Amerika ka ndërtuar Kosovë dhe pretendon të ndërtojë në vende ndryshme të Shqipërisë. Pra në fund ditës janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të na mbajnë ne, sepse në fund të ditës përsëri po e përsëris këtë, interesi që ne kemi për SBA-n për stabilitetin e Ballkanit është i lartë dhe ai bazohet vetëm nga qëndrimi i popullit shqiptar në tokat e tyre. Ne nuk duhet lejojmë, unë jam pak euroskeptik, po nuk e them unë si euroskeptik këtë të integrimit artificial. E thon shifrat. I përmbushim në shifrat? Jo. Po çfarë do të ndodhë kur futemi ne në BE? Do të marrim pasaportën e BE-s dhe do të kemi shpopullim masiv. Pra kundër amerikane, prapë, se këtu po e bëj lidhjen mes BE-s dhe Amerikës. Kur ne si shqiptar të vuajtur, të pyesësh rinin, unë kam jetuar në Shqipëri, po pyesësh rinin, çfarë do të bësh? Në të ardhmen një pjesë e madhe thotë duhet të largohen. Dhe kur ti të japësh këtyre të rinjve atë pasaportën e BE-s, do të kemi një shpopullim për disa muaj, do të boshatiset vendi, do të largohen shqiptarët masivisht. Pse? Se formula e BE-s është ndërtuar që ti të futesh me një farë standardi. Dhe këta njerëz të rinë atë dheun e tyre sepse do i vinë investime dhe do të zhvillohen. Por ne pa futemi pa standard, se po futemi artificialisht me lobime. Dhe këta njerëz nuk do të rinë atë dhe duke u larguar prish dhe punën e stabilitetit të Ballkanit për Amerikën, sepse siç tham, shpërngulet një popull pro-amerikan dhe vjen një popull neutral. Prandaj unë thash që ajo propaganda e BE-s është në përplasje me Amerikën, dhe unë si individ parashikoj që do të fitoj krau amerikan dhe nuk ndodhin këto lojrat, këto gurat e fundit të propagandës së qeverisë shqiptare për antarësimet artificiale në BE dhe prallat të cilat në fakt nuk se i gjejmë për të parë. Na janë premtuar shumë herë në të shkuarën, nuk është hera parë që ndodh kjo. Teti, faleminderit shumë për bisedën, për dëshifrimin e këtij realiteti që në Shqipëri tashmë është vend kryesor. Po jetojmë në kohë të vështira, nuk di çfarë mund ta ndodh, ashtu sikur thatë dhe ju, nga dita në ditë. Të falenderoj shumë. Unë kam për ta mbyllur, do të sugjeroja vetëm të thoya diçka shumë shkurtër për këtë punën e vizave. Sepse shoh një keq përdorim nga disa gazetarë edhe nga Amerika për këtë punën e vizave që thonë mirë ai bëjnë thonë sepse kemi abuzuar. Tani, më fal, ja bisedë bashk. Çfarë do të thotë 41%, 41 sa ishte plus minus?
Çfarë do të thotë 41%? Llogaria bëhet me shifra. Pra, sa ti i ke dhënë Amerikës me taksa, si komunitet, dhe sa i ke marrë. Dhe bëhet balanca. 41% nuk tregon asgjë. Unë konkretisht njoh një person këtu që ka një pasuri thuajse $100 milion, por në fillim fare kur ka ardhur ka marrë ndihmë nga shteti. Ai person futet aty. Ka kuptim kjo? Ai sot shteti t'i jep disa miliona dollar për shembull, por regjistrohet aty se ka marrë $1 para të cakosh. Ai 41% nuk tregon asgjë. Edhe 90% jetë, edhe 99% jetë, prap nuk tregon asgjë. Balanca në fund, pra shifrat që janë publikuar kanë qenë jo treguese, nuk është as sulm, nuk është për mendimin tim, edhe për që studojnë në biznes ndërkombëtar, ajo nuk ka as metodikën, nuk tregon asgjë. Dhe nuk është asgjë për të shqetësuar. Nuk tregon sa ne i japim Amerikës dhe sa i marrin. Po kjo vendohet në Tiranë apo kishte një prapasken tjetër, vendimi për këtë, për shkak të situatës në Tiranë? Vendimi për këtë është çështje e brendshme e Amerikës, duhet të kuptoni që jemi para midterms, nuk është era para që Trump e bën këtë dhe kjo është për të mbajtur aktive MAGA-n. Po djeg pak më shumë sepse aty s'është Serbia. Nuk është Serbia për dy arsye. Një arsye është më kryesore që është kultura e vlerave familjare në emigrim. Po të shikojmë statistikat, shqiptarët kur emigrojnë të vendeve të ndryshme të botës, konkretisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë tendencën të marrin dhe familjet e tyre. Dhe këta prindër që vinë marrin këto ndihma sociale. Ndërsa serbët kur emigrojnë, përgjithsisht, po flasim shifrat në përgjithësi, raste mikro ka të ndryshme. Nuk i marrin familjarët e tyre me vete, duke shkaktuar më pak ndihma sociale. Por ne në fund të ditës nuk e dim sa para i jep taksa ky shqiptari me punën që ka bërë dhe sa para i jep ky serbi. Ky shqiptari mbase ka marrë 300 nga një krak, ka dhënë 1000. Ky serbi mbase ka dhënë vetëm 200. Pra duhen parë shifrat funditës. Statistikat nuk duhet të na dhëmbin sepse nuk tregojnë asgjë. Dhe për ta mbyllur, mos harroni që të gjithë shtetet në atë listë ishin shtetet që kanë popullsinë më të madhe në New York edhe disa në Kaliforni. Sepse janë dy shtete super socialiste, states, domethënë, një shtete, 9 shtete, mund ta themi Shqiptë Amerikës, që janë super socialiste. Dhe ne si komunitet kemi fatin e mirë apo të keq nuk ka rëndësi, të kemi pjesën më të madhe në New York. New Yorku lejon politika të tilla. Nuk kemi vetëm ne, është New Yorku i tillë. Dhe kjo është fushat vetëm për të mbajtur MAGA-n e Trumpit aktive. Pra para zgjedhjeve ai nxjerr këto shifra jashtme me pretekstin që ja, un po i luftoj këta që na vinë këtu dhe që na marrin, se është ai koncepti me emigracionin, që republikanët nuk e duan, sepse është një rrymë më nacionaliste. Dhe nuk është era parë që Trumpi e bën këtë, e ka bërë dhe në mandatin e kaluar para midterms, posaçërisht gati në këto kohë. Pa nuk ka asgjë, është thjesht e brendshme, nuk ka lidhje ne mund bëjmë overthinking sa të duam, po shifrat janë të tilla, nuk tregojnë asgjë, janë vetëm përqindje dhe është çështje elektorale. Ne kemi një kandidat shqiptar që kandidon për Kongres Federal, për krahun republikan, pra për pushtetin, i cili ka bërë fundraising më shumë se sa gjithë demokratët që ka kundër bashk, po ecën shumë mirë dhe shpresojmë ta kemi fitues. Marrëdhëniet tona me pushtetin këtu janë shumë mirë, nga krahu tjetër dhe në Michigan, i cili është një vend demokrat, kemi kandidat shqiptar nga krahu i pushtetit, pra gjërat e komunitetit, punët e komunitetit janë shumë mirë. Statistikat janë fushat, politikanët janë në fushat nga mëngjesi deri në darkë fundit, sepse shumë bëhet pushteti. Nuk është asgjë për tu mbimenduar. Të falenderoj shumë edhe uroj që pas zgjedhjeve edhe pezullimi të hiqet. Pezullimi do hiqet sepse këtu gjërat funksionojnë në bazë të ligjit, ai është vetëm pezullim, nuk është çështje ligjore dhe pezullimet janë më tepër fushata se sa ligj. Amerika do të vazhdojë në bazë të ligjit, pezullimi jon do hiqet dhe komiteti do vazhdojë në bazë edhe me kësaj herë edhe me kandidat krah për krah me pushtetet lokale dhe federale në Amerikë. Shpresojmë për atë. Nuk e dim. Tedi, faleminderit shumë. Gjithashtu.